Të lodhur nga pritja dhe premtimet boshe, banorët e fshatit Kasape në Shkodër kanë ndërmarrë një nismë private për të rregulluar rrugën e tyre. Pasi kërkesat e tyre nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga bashkia e drejtuar nga Benet Beci, ata kanë vendosur të veprojnë vetë. Nga kursimet e tyre modeste, banorët kanë arritur të porosisin disa makina me zhavor dhe një eskavator me të cilat kanë filluar të mbushin gropa dhe të nivelizojnë rrugën. Iniciativa është ndërmarrë kryesisht në mënyrë vullnetare, ndërsa vetë banorët janë angazhuar fizikisht në punë për të përmirësuar infrastrukturën që mungon prej vitesh. Përshëndetje, jena do banor të fshatit Kasape Shkodër dhe po shtrojmë një rrugë privatësh. Nuk merr asnjë mas bashkia dhe jemi të detyruar ta shtrojmë vetë, shkruajnë ata në një mesazh shoqëruar me pamje nga puna në terren. Ky nuk është rasti i parë kur komunitetet ndërhyjnë vetë për të zgjidhur problemet që duhet të ishin adresuar nga pushteti vendor, por me sa duket mbas se Beneti dhe kolegët e tij janë të zënë duke shqyrtuar dokumentet e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030, teksa qytetarët bëjnë punën e tyre me lopata.